Me këtë vallëzim, ata po tregojnë se mund të jenë të barabartë në shoqëri. Por kjo nuk ishte e vetmja. Shumë lojra e aktivitete sportive u organizuan të shtunën në mini olimpiadën, që u mbajt në Vushtre, për fëmijët dhe të rinjët me aftësi të kufizuara, ku pjesëmarrja ishte mjaft e madhe. Në këtë organizim që u paraqitën rreth 400 persona, të cilët pavarësisht të nxehtit garuan në 15 kategori të ndryshme aktivitetesh. E para ishte gara me karroca. Pastaj u erdhi radha lojrave me top. Aty nuk mungoj as vallëzimi e kënga. E për sigurinë e pjesëmarrësve, aty ishin edhe ekipet mjekësore. Pasi që shkaku i vapës së madhe, disa garues patën nevojë për kontroll rutinore. Gjithë këto aktivitete u bën në edicionin e 12 të kësaj mini olimpiade, që ka për qëllim integrimin e këtyre kategorive në shoqëri. Përmes këtij aktiviteti të sensibilizojmë opinionin, shoqërinë kosovare që kjo pjesë e shoqërisë mos të izolohet, mos t'i mbajnë në shtëpi, po t'i sjellin këtu dhe të kenë çasti sepse sporti i bashkon. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi, dikasteri i të cilit i ndihmoi në mbajtjen e kësaj mini olimpiade, tha se këto aktivitete kontribuojnë edhe në punën e qeverisë. Dimensioni i kësaj ngjarje është i shumë thjeshtë. Ndikim pozitiv në shoqëri, ndikim pozitiv në hartimin e politikave më të mira të qeverisë në përgjithësi, edhe ndikim pozitiv tek unë vetë, se njoftohem me njerëz, ballafaqohem me problemet e tyre. Gjithë ky organizim u bën nga Komiteti Paraolimpik i Kosovës, në bashkëpunim me organizatën OPFAKOS Prindje e Fëmia, ndërsa u mbështet edhe nga ambasadat e huaja në Prishtinë. Organizatorët pretendojnë që këtë ngjarje ta kthejnë në një organizim me karakter ndërkombëtar.